Po, ka ndalë. Pika parë, unë kam qenë LDK, por nuk jam u bën vite. Po, nga jashtë tash. Jo, se ka njerëz akoma që e perceptojnë, dhe nuk është se kam informacionet të brendshme se çfarë po ndodh aty. Por nga jashtë çfarë kemi parë gjithë kanë dalë publikisht. Nga jashtë po shoh që ka përplasje shumë të mëdha, ku kërkohet shkarkimi ose dorëheqja e kryetarit aktual dhe normalisht ai do duhet kishte dhënë dorëheqjen që në dhjetor, në zgjedhjet e dhjetorit. Ky rikthimi që u bë ishte ka ofru dorëheqjen, po jo, nuk është, domethënë kur ofrohet dorëheqja jepet ajo, nuk ka e ofrova ama mbani prapë në pushtet, nuk shkon ajo, sepse kredibiliteti pastaj bie. Ku vendi pati vendos me mbajt enden. Po, ka vendos sepse janë njerëzit që ai ka sjell aty. Çështja është që rezultatet e këtyre zgjedhjeve pastaj dëshmuan prapë se LDK-ja nuk ka arritur që të korrë sukses. Fature Abdigjikut janë këto. Unë mendoj që zoti Abdigjiku duhet t'jap dorëheqje një orë më parë, mos të detyroj partinë që ta largoj nëpërmjet nënshkrimeve. Është më mirë që vetë të tërhiqet me dinjitet dhe të krijoj hapësirën për një personalitet tjetër që mund të bëjë unifikimin e partisë. Sepse kështu partia po qahet prapë dhe nuk mendoj që është edhe në të mirën e Kosovës që LDK-ja. A dobëson pozicionin e Abdigjikut tash në tavolinë të diskutimeve me Kurtin? Kjo situatë që ka brenda partisë. Absolutisht që e dobëson. Ai është jashtëzakonisht i dobët në këto bisedime, sepse më së pari nuk i ka votat e grupit të vet parlamentar për çfarëdo lloj marrëveshje. Si ka votat 18 Po, logjikisht kështu, domethënë duke pas këto përplasje. Edhe pse Vjosa Osmani e tha në intervistë që ai flet në emër të 18 të Nuk e di tani, e thash nga e thëna në të bërë. Në të bërë, ka dallime, por mendoj që nuk i ka dhe mendoj që LDK-si duhet një person që i bashkon të gjitha grupet. Është e përçarë tani, e ndarë? Kjo është publike, nuk mendoj që ka ndonjë gjë të fshehtë. Pavarësisht nga kjo, pavarësisht domethënë problemeve që ka LDK-ja, prapë mendoj që e ka një lloj demokracie të brendshme, pak më të madhe se sa partitë e tjera që kanë një dorë më të fortë autoritare, pasi edhe këto debatet dalin në publik. Jo gjithmonë janë të mira debatet kur dalin në publik, sepse kundërshtari politik jo vetëm që do të jetë shumë i informuar për këto, por edhe do t'i përdor, për shembull tani, zoti Kurti, sigurisht që do të kalkulojë mbi bazën e këtyre përçarjeve dhe madje edhe mund t'i nxjisë ato përçarje në diskutimet e tij. Kështu që kjo situatë e dobët, domethënë kjo situatë jo e favorshme për